Në zemër të Durrësit, mes pallateve dhe zonave të banuara, po ndodh një skandal i hapur mjedisor, për cilin Bashkia e Durrësit dhe kryetaria Emiriana Sako mbajnë përgjegjësi të drejtë për drejtë. Mbeturinat, të grumbulluara nga kamionet e pastrimit, depozitohen në hapësira të banuara para se të nisen drejt landfillit të Sharrës në Tiranë, duke u kthyer në një burim ndotjeje dhe shqetësimi të përditshëm për banorët. Çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje, procesi i mbledhjes dhe depozitimit të plehrave zhvillohet hapur në mes të qytetit, në nënheshtjen dhe neglizhencën totale të institucioneve lokale. Banorët raportojnë se erërat e rënda janë bërë të padurueshme, deri në atë pikë sa nuk mund të hapin më dritaret e shtëpive të tyre. Jeta e përditshme është kthyer në një përballje të vazhdueshme me ndotjen, ndërsa Bashkia e Durrësit duket se ka zgjedhur të mbyll syt përballë këtij realiteti alarmant. Kjo situatë përbën një dështim të qartë të menaxhimit urban dhe një shpërfillje të hapur ndaj shëndetit publik. Në drejtimin e Emiriana Sakos, bashkia jo vetëm që nuk ka dhënë zgjidhje, por ka lejuar që zona të degradojë në një stacion të përkohshëm plehrash, duke cënuar rënd cilësinë e jetës së qytetarëve. Durrësi nuk mund të trajtohet si një kosh plehrash në emër të paaftësisë administrative. Qytetarët kërkojnë llogaridhënie, veprim të menjëhershëm dhe përgjegjësi politike nga Bashkia e Durrësit dhe kryetaria Emiriana Sako për një situatë që ka kaluar çdo kufi të pranueshëm.